Mirëmbrëma Ori. Mirëmbrëma Edi. Kërkesës tënde për të gjetur një kandidat për burr janë përgjigjur deri tani 1312 meshkuj. Wow! Po. Wow! Por un kam përzgjedhur ata më të mirët, që ti marrësh një intervistë. Okej, po është e sigurt që janë të gjithë meshkuj? Ato do ta shohësh vetë. Se jetojmë në kohë Nga çuditshme. fotot dukeshin meshkuj. Mirë, Edi, të lutem, mund të thras edhe ndonjë shoqe për ndihmë? Po pse jo? Po 2 maksimumi, jo më shumë. Okej. Cupin dhe Exonën. Unë zgjedh Cupin dhe Exonën. Nëse pranojnë, le të vinë. Hajde goca. Hajde, ju lutem. Qa ka se madhe dhe kjo këtë qashke? Kam një nga që nuk po vendos dot. Juli, Albano, Egi, Andrea, Visian, Erblin, ju jeni kandidat. Jeni të gjithë kandidat për burr për Orin. Futuni një nga një në intervistë. Unë dua të kem ndonjë martesë serioze aty. Po ç'të duhet më marrë? Seriozisht, më ndihmoni se kam shumë të vështirë. Kam përpyet Sorin, e kam listën këtu. A je gati? Gati jam, gati. Dëgjoj, mos bëj shumë shenja, ti Qete. Këto janë pyetjet. Mirëdita. A jeni bre? Përshëndetje. Jemi. Qyre? Tre qika bashkëta, vi prej Kosovët. Shumë mirë. Mirë se ju gjeta. Mirë se na gjete. Ha, qka? Si quhesh djali? Kush? Tish. Po. Emrin, si e ke të regjistruar emrin? Po, pra, e kam emnin, e kam të regjistruar tëna. E pas ka emrin po, do me thëmë. Vajrula. Vajrula. Po. Ori? Vajrula. Po. Shumë mirë, Ori vazhdo, kalo të pyet Ori. Po. Sa vjeç je? Kush? Tish. Po. Vajrula, sa vjeç je po thot? Po. 44. Që ka në qiki mas? Mirë, e kuptuam. Shumë mirë. Çfarë profesioni ke? Çfarë profesioni? Unë, po. Unë punoj arqendar. Argjendar. Po. Me unoza? Jo, bëj singjira. Singjira. Po. Shumë mirë. Arqendar. Po. Pyete Ori? Po. Çfarë kërkon nga një femër? Ta ketë singjirin me vedi. Seza. Po. Me ardhë më shpi me rregullu singjira. Shumë mirë, ja do shpëtoj, Ori do t'i rregullosh Se zinxhirin. kur e thotë me fjallë shtrëngohem shumë. Singjira. Hajrula? Ha. Hajrula. Nuk e kam hajrula, e kam vajrula. Vajrula. Çfarë kërkon nga një femër? Qfar? Të ketë flok e dhomë, kaq. Mirë, shumë mirë. Qera ti kam vetë. Vjen keq jam tullace. Jetu la, a ti ka ka? Po. Ajo është, ajo. Mirë, djali. Do të telefonoj. Qirë, u thashe është ajo. Ua, do më rregullosh zinxhirin, mua t'ja rregulloj vetë unë Është e martuar, është e Është e martuar. martuar. E kam kaq singjiri. I djali, i. Okej, faleminderit. Je shumë i sjellshëm. Tu mirë veqi. Miropafshim. Hajt, Miropafshim. Mirupafshim. hajt. A kishte i gjaca sota? Urdhëm? Hajsh. Këmi goca, kam faj tani. Seriozisht, çike këta mi? Kupton audicion. Po çike këta në audicion? Katastrofë. Jo, Po ti katastrofë. varet edhe nga kërkesa që ti ke bërë. Kosovar? Po pse? Janë vërtet ato që thuan apo fjalë? Fidita. Përshëndetje. Djali. Hajde më te. Hajde djali. Mirë, jam shumë emocionuar. Shiko, çliro pak. Hidhu pak edhe çliro. Bravo, më fort. Bravo. Se je emocionuar? Jam emocionuar se s'kam parë kur tre femër në i dhomë. Po zeza. Do me thënë, s'keni pasur asnjëherë raport me një femër? Jo, raport kamër, unë jam seksi por. Si e ke emrin? Quhem Roko Sifredi. Çfarë ishte kjo? Sa? Roko Sifredi. Roku si Fredi. Je i sigurt që je mashkull? Zogu, Qetso. unë të fyr lampadarët. Bravo, dukesh. Më falje, se jam tepër Sa vjeç je? Atëherë unë jam 29 vjeç.
Jam shumë sharmant, jam shumë emocional. Po dukesh. O djali më fal, çfarë ti të bësh ti në jetë? Çfarë bën? Unë zakonisht di vetëm të bëj seks. Oh, ham shorti? Yes. Oh, fiks Më për flasim në ty. lagje, hamshi. Bravo! Fiks për ty tani, jepi. Çfarë kërkon nga një femër? Atëherë nga i femër kërkoj një krevat të ri se më shtyrë që ka. E zeza. Okej, shumë faleminderit. Do t'ju telefonojmë. Faleminderit. Po, patjetër. Puzëqesh. Pres. Puzëqesh. Si isha shumë emocionuar. Isha shumë Aja mirë. dola. Kujdes. Do ta kuptoni tani. Seriozisht e E kuptoni? kuptojmë, ne e kuptojmë, po ti çfarë ke Po këta? si më ju duket Çfarë ke normale kjo, këta? po pse duhet më binë mu të gjithë idiotat? Po ja, prandaj ke ngelur kështu siç je. Si jeni vajza? Mirë? Si jene? Mirë jam, po jam, më falë një sekundë se i kam në fletë si mbaj mend. Kush je Okej. ti? Si quhesh? Po. Unë jam ndreqi nga Vodica. Nga Vodica. Nga Vodica. Unë kam punë shumë fisnike dhe fitim prurse. Po çfarë bën janë? Unë punoj çoban. Punë fisnike. Bravo. Po pse ka ardhur këtu ndreci nga Vodica me punë fisnike? Kam ardhur në Tiranë se më dha lej mami. Ke mamin do. Po, dhe më tha që shko në krye qytet bëj pazar, tha. Bravo. Unë erdha të ble 5 metra basmë, 10 litra vaj guri, qeko krem 2 kavanoza, qeko krem. Çeko krem. S'është çeko krem, more. E do të thotë çoko krem, po nejse. Po, ajo është, ajo. Pa tjetër 2 bileta për ndeshjen Shqipëri-Zvicër, se u theve po si gjete. Mami kështu, ë? Dhe fundit gjej një nuse në Tiranë me prona dhe leka. Se për të bukrin e mamit, tiranse do të shkullin flokët dhe do të zbukuroj racën. Ashtu, Dëgjoj, sa i kam mirë. përshtypjen që Tiranse dhe me prona duhet jetë e dera tjetër, jo këtu. Te dera tjetër, po mua këtu më than ajde. Po, Jo. Gjithsesi them të japim një shans të vogël dhe të bëjmë një pyetje. U të lutem, unë për pyetje për gjëra kam ardhur. Një pyetje private, më fal, mos më merr. Private, po. Mos më merr si. Po, prona private kemi. Atëherë. T'ja bëj unë, e ke siklet? Po jo mi, e kam si se kam. Vazhdo. Si e në krevat? Po në krevat jam si shqerun, ashtu si që bje në darkë, ashtu ngrijem në mëngjes. Nuk lëviz. Mirë. Nuk zbulojmë natë, nuk e ri Je qetë. shumë i qartë. Mirë, faleminderit, Po do të të shkosh te dera telefonojmë. tjetër do gjesh femrën të cilën po kërkon, ë? Faleminderit, që vi ta formojmë përsëri. Po patjetër, Faleminderit, do vi prapë nesër. Mirupafshim. Kujdes, haj. Çfarë pretendon Nuk ti kam do të tha, bëj? ju pëlqeu ndonjëri deri ta? Ky duket interesant ky. Kujdes. Wow. Përshëndetje. Shëndetje, si kaluat? Si jeni? Mirë falemderi, si jeti motra? Mirë. Qa bën, mirë, kush nusja na ju, apo do vini 3, se unë baj, s'ka problem. Jo. Unë jam në Si e nusja, që palla, 1-0. Pas ka humor. Unë quem Gjeki. Gjeki. Po, vina qyteti pragmatisti Vlorës, si që kuptua Dukesh. Edhe jam këtu to take the nuse. Po, sigurisht. Take the rose. Çfarë bën? Jo, atë mere vetë, unë marrë nusen. Më fal, çfarë bën në Unë jetë? jam Çfarë imitusi merresh? më i papar në univers. Imitoka? Çdo këngëtar në botë, më thonë një këngëtar e gri direkt. Po më fol. Do me thënë dëgjoj mua, vetëm kujdes, merrni në qetësus, në gjë ruajeni entuziazmin se mund të keni fiksim në këngëtare. E do i duket sikur është e do vdisni, e kupton se kaq Masa unë mirë jam edhe me bëj. zemër. Po jeni me zemër dinjas, s'ka problem. Përballoj dot fare. Okej, i preferuar im është Vasco Rossi, e imiton dot? Vasco Rossi, e çaj me lot. Kë më thuaj një këngë të Vascos. Siamo soli. Ehi, tutto può succedere, ora qui siamo soli. E kupton për çfarë po flasim? Flasim kështu, nivel planetar, domethënë imitim flasim super. Michael Jackson? Atë e kam kështu timin fare, më thuaj një këngë të Michael Jacksonit. Cilën duash, se ta kesh ti për Më thuaj një, shefën? po jo, këtë duash ti. I'm bad, për shembull. I'm bad, you know I'm bad. Okej. Flasim nivel kështu fare, domethënë. Më vjen keq tash, se kuptoj. Më në Shqipëri, po ta në Shqipëri që kam kështu buke djavolla i bëjnë më një. Ku jo, kë Sandër Gjokër. Ditë dimri. Kë këngë do, ditë dimri. Ditë dimri ose zemra një gruaj, zemra një gruaj me Tash qesh. një e merë se thjeva fytyrë. Zemra një gruaj. 6.500 lekë, kë zemra një gruaj.
Po Sandrin e qaj fare, zemra një gruaje, them shpesh me vete, jam i zilojnë dhe shek, kupton qa po flasë, flak shumë nivel fare do me thë, nuk dizit apo shkruaj. Wow, Gjeki e i papar. Kupton qa po flasë tash. Gjeki, do bësh dhe një për mua të lutem. Ardit Gjebrean. Ja ku jam? Imitoj vetëm bura. Bëj shaka. Po pra për Arditin po themi. Këtë do të Arditit? Ja ku jam? Ti, dhe njerë po të thuash ti unë ja ku jam, dhe njerë po të thuash ti unë ja ku jam, edhe po të vim për shumë të nga bëjmë presion, unë prapë të jam, e parajsën të ta marë, edhe po të thonë dini ashtë s'kemi paguar Qiran, unë ja ku jam, edhe po të thonë për shumë që qa shikondi, do i them ja hajde, jo do mani kushuriko, merë ja ku jam, e kupton? Edhe po thotë polisi për shumë, di ka ndese ke parkuar kjetë vëj gjobajt e vëj, unë ja ku jam, e kupton? Çdo gjë, po flasim nivel kështu fare domethënë. Po, okay, e kuptuam që këto klasikët diti imitosh, po këta të fundit, di për shembull? Këta të fundit është ajo angleza, këna të këngë, bada bes, isola bada bes, isola bada bes, vetëm to dy fjalë, di po të duaj çaj, kam domethënë. Bravo. Nga këta kosovarët për shembull, kë mund të imitosh? Kam një shok. Po shok e kam bajt shumë e burr, që më fukara. Një getoar, po e ke dëgjuar. Wow! Se kur vjen në Vlorë Rajnë mbrojnë i dalë për zotë. Wow, vita! E ka imitoj bukur dhe atë. Atë këngën e fundit, më qafsh. Këngën e fundit? Fundi. A thua për atë këngë që ka bërë për fundin? Jo. Këngë të tren. Okej, atë bësë. Se qaj fare. Thuaje më me zë, bësë. Shiko, ritmi tamam Po nuk da që është na unë me knusja, do na vdesi pa e maru. E i qenë ke shumë, shumë të tje këndove shumë bukur Thuaje më me zë, bësë. Po unë nuk e di kështu, me gjitha të okej. Si e di, Po e di thuaje më me zë, thuaje më bësë, jo ky versioni kështu. Po qana të regomë nga jeti? Unë nga Tepelena. Të vdes, jemi dhe lebër, po shumë, është marrë ty për nusë e më në kësaja. Po unë jam martuar. Nurin ti me ka ty të aplikimi. Pa tjetër. Dhe ma qa shumë kokën, se për pun shpje do të marri, mos kujto se do aplikimi. Okej, faleminderit. Qa? Faleminderit. Ky ishte shumë interesant. Jo. Për mendimin tim dhe tani ky ishte më interesanti. Bësoja nga Imara, por ishte këtë. Interes. Përshëndetje. Mona Lisa? Mirëmbrëma, zonja dhe zotri. Më falë, jemi vetëm zonja këtu. Po se u përshtata pak. U përshtata, okej. Kush jeti? Unë jam Admiri, shkurt Kazhi. Kazhi, po. Wow, nga jeni? Unë jam produkti 2 prindërve nga kryeqyteti. Më falë, cili është profesioni juaj? Hobi? Masazhator. Hobi, vaferët. Po në kohën e lirë me çfarë merreni? Me masazh dhe vafer. Çfarë ju pëlqen të bëni kështu në jetë përgjithsisht? Urdhroni? Në jetë çfarë ju pëlqen të bëni? Masazh. Më fal. Të lutem, mund të më thuash ku banon saktësisht në kryeqytet? Po, adresa e shtëpisë time është rruga Nasi Pavlo, pallati 15, fraksioni 1, apartamenti 2XL. Duket si lagje shumë e dëgjuar në fakt. Po, është në qendër Tiranës. Të bëj një pyetje më konkrete. Po, urdhro. Çfarë pritshmërie keni nga një grua? Një martesë, domethënë. 4 fëmijë do ishte ideale. E kuptoj, po. Çfarë dini të bëni në shtrat? Sigurisht që masazh. Veç masazhit, po themi në marrëdhënie më intime, se po flasim për një martesë. Atëherë, pranoj masazh. Okej. Çfarë lexoni më së shumti? Kryesisht ato letrat e përkthimit vaferëve. E datat e skadencës. Po që kanë shumë vaferët. Me lavadricën si jeni? Përdor dorën. Më pëlqen shumë dorë. Merr ato, ke parasysh se më falni. Fidhe lagështirën më mirë. Me çfarë ushqeni mamin? Me pulente. Pulente? Çfarë ishte kjo? Mos bëni kaq kështu ignorante. Pulente ose pure. Atëherë, të kalojmë tek pyetja finale, na fal se do shta të bezdisëm. Çfarë kërkoni nga një femër? Po, të ndaj qira. Jetoni në shtëpi me qira? Jo, desha të ndaj qiran me një femër. Ori. Sa e keni qiran? 230.000 lekë në muaj, qofse do mi paguani një herë në 6 muaj, 200. Qofse do mi paguani një herë në vit, 180. Okej, faleminderit, do të telefonojmë. Mjafton, patjetër. Faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit.
O goca jam e mallkuar. Përfundimisht jam e Unë mallkuar. vazhdoj të them që vetëm ai Jam Vonjati e ishte më i mallkuar, saktë, jam e zemër do vi. mallkuar. Edhe Ka edhe shpresë rrisë edhe si për ty, postur. do vi, do vi. Përshëndetje djali. Të ranë syzet. Përshëndetje, doja të dija kriteret tuaja për një mashkull ideal për... Çfarë? Po prit se kemi dhe ne ca pyetje përpara. Jo, kom dhe unë ca pyetje. Po prit se ne kemi përpara. Kom dhe unë ca pyetje. Po femrat kanë përparësi. Lere të flasa jo se goca më duket se Interesant, po vazhdo. Po. Atëherë, më thuaj çfarë kërkesash ke? Çfarë kërkesash kam unë për një mashkull? Po. Unë dua një mashkull të gjatë. E dua me flokë bojkaf në të zeza. E dua me sy të zinj. Një mashkull që vesh zakonisht pantallona jeshile. Me bluzë me shkroqe? Një mashkull potent. Potent që thot vazhdo ti dhe vazhdo ti. Më pëlqen një mashkull që të ketë një diplom. Ta ketë një diplom. Të ketë të paktën 2 shtëpi, një në Tiranë, një në Dhërmi. Të ketë një makinë, të ketë një mama, po mos flasi me maman, ta urrej maman, të ketë vetëm mua. Një mashkull me një llogari të vogël 100.000 euro në bank. Një mashkull të sinqert, komunikueshëm, të kuptueshëm. Kaq. I mut ke me gjetë. Miqtë e apartamentit, ky ishte vetëm fillimi. Pas publicitetit, akoma më shumë situata komike në apartamentin 2XL. Na ndiqni.